Postoi në rrjetet sociale video ku shfaqeshin keq trajtime të kafshëve. Arrestohet 33 vjeçari theu arrestin kardiak. Postoi në rrjetet sociale video në të cilat shfaqeshin keq trajtime të kafshëve. Arrestohet 33 vjeçari. Ai u kap jashtë banese ndërkohë që ishte me mas sigurie arrest në shtëpi për prodhim dhe shitje narkotikësh. Menjëherë pas njoftimit për raste të keq trajtimit të kafshëve në fshatin Ras, të cilat ishin dokumentuar nëpërmjet disa videove të publikuara në rrjetet sociale, shërbimet e Komisariatit Policisë Cërrik kryen veprimet e nevojshme hetimore me qëllim identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorit. Si rezultat u vë në pranë nga shtetasi KM 33 vjeç. Ai u lokalizua jashtë banesës së tij në fshatin Ras në cënim të masës së sigurisë arrest në shtëpi që i ishte caktuar për veprën penale prodhimi dhe shitja narkotikëve. Materialet proceduriale u referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.